Në fakt, po ta marrim në sensin e shkruar, kjo është fushata e parë, ku jo vetëm partitë e mëdha, po edhe partitë që po i konsiderojnë më të vogla, pa e paraqykuar rezultatin, ka një program të mirëfillt ekonomiko-social. Se deri më dje kishin vetëm premtime të mirë. Janë këto programe e djatha me një program të djathtë dhe e majta me një program të majtë? Absolutisht Ka një ndarje me thik të këtyre programeve? Jo, nuk ka. Absolutisht jo. Madje në një vlerësim pothuajse në 2/3 e tyre, në mos identik, janë shumë të ngjashëm në një pjesë mirë premtimeve të tyre. Po ka shembullin më të përfolur që është ai i pagës minimale apo ai i pensionit apo i pagës mesatare. Edhe në shifra janë identik. Po jo, nuk janë identik, po doja e reklamoj shumë kohë përpara në shifër e cila ju kopjuan nga PS-ja. Nuk po e vjen diskutim kohën. Nuk janë rekordet aty. Nuk po e vjen diskutim kohën, patjetër, po e kanë të dyja identik, ashtu si pensionin euro gjithmonë. Euro, me këtë uljen e euros mirë ishte ta kishin në lek, domethënë. Jo, kam përshtypjen se kjo ka të bëjë me pjesën e zhargonit komunikimit që edhe shprehja në euro, po shkon drejt qasjes, drejt Europës, pra shkon nga gjitha krahët në këtë sens. Ashtu si edhe për pensionet, për shembull, është marrë 200 euro i famshëm. Asnjë nuk bën pyetje nga ka dalë pse 200 euro dhe pse jo 190 apo 210, po nga ka dalë minimumi etik dhe nuk është i avokatit popullit, sepse e kam dëgjuar shumë herë që thonë avokati popullit. Jo, ka pas tjetër shifër. Në fund të 2022-shit, Banka Botërore ka bërë një studim për rajonin. Ku ka marrë të Shqipërinë? Dhe minimumi etik i dalë në fund të 2022-shit, prandaj e theksoj, ka 3 vjet që ka pothuajse ka kaluar, ka qenë $205, që rreth 200 euro. Dhe nuk është faktorizuar as 2 vite e gjys minimumi inflacion në këto vite. Megjithatë është marrë ajo shifër, bazuar tek një raport të një institucioni që për studime dhe për matjen e ekonomi është nuk ka dyshim besueshmërinë. Po nëse do të marrim programet në vetvete, do të shikojmë që nga njëra anë opozita, Partia Demokratike konkretisht, ka një numër pothuajse 40% më të madh premtimesh, të matshme